Bashkëkombës me qëndrim në vende të ndryshme të Suedisë promovuan librin Thesari Kombëtar i Shqiptarëve në Suedi për Republikën e Kosovës në Bibliotekën Kombëtare Universitare në Prishtinë. Të pranishëm me këtë rast ishin shumë dashamirës të fjalës së shkruar. Jemi të përkushtuar që çdo libër tonin në Mërgat, qofshin autor librash apo bashkautor librash, po qoftë të shoqatave institucioneve të tjera, të cilë dim që ta promovojmë librin pikërisht duke nënkuptuar se këtë është vendi i dijes dhe i qendrës ku të gjithë tokë të bëhemi bashkë, të gjithë krijuesit, qofshin poet, shkrimtar, artist, piktor, të tjerë, të cilët vërtet kanë bërë një punë shumë të madhe edhe në sensibilizimin e qytetarëve të Kosovës. Për studiuesen Shefkia Islamaj, kontributi i Mërgatës sonë në Suedi është shumë dimensional, prandaj dhe duhet vlerësuar. Shqiptarët që jetojnë në Suedi kanë qenë përkrasit të gjitha nismave për ndihmë Kosovës, kontribuos shumë të rëndësishëm financiar për pavarësinë e Kosovës, në të vërtetë për përkrahjen e të gjitha organizimeve deri te lufta e UÇK-s. Me këtë rast u tha se promovimet e bashkëkombësve kanë peshë të veçantë kur bëhen në atë.